të cilët do shprehet vullneti i lirë i popullit, edhe mendoj se të zgjedhjet e fundit lokale, kjo qeveri i organizoi shumë mirë, dhe mendoj se kemi arritur që të krijojmë një klim elektorale, një klim zgjedhore në të cilën qytetarët kanë mund ta shprehin në mënyrë të lirë vullnetin e tyre, edhe pse kanë qenë zgjedhje lokale. Mendoj se deri në një nivel kemi arritur ta kalojmë këtë test dhe mendoj se jemi gati që edhe zgjedhjet tashme parlamentare të japim, të organizojmë në mënyrën e duhur që qytetarët ta shprehin vullnetin e tyre të lirë. Tash sa i përket shfuqizimit të qeverisë teknike, ekziston një farë dakordësie e të gjithë atyre që sot kanë qenë në tryezën e liderëve me përjashtim të LSDM-s, vetëm se kanë mbetur. Ali Ahmeti tha që më parë duhet flasë BE-ja me SHBA-n për këtë, apo gabohem? Po e përmendi që do duhet konsultohen edhe faktorin ndërkombëtar, mirë po nuk është se nuk shfaqi gatishmëri që të vi deri te shfuqizimi i kësaj qeverie teknike. Tash vetëm se ka mbetur të përcaktohet modaliteti ose koha se kur do të ndodhë shfuqizimi, a do të jetë ajo pas këtyre zgjedhjeve apo do të jetë edhe në këto zgjedhje të ardhshme parlamentare të rregullta që do të jenë pas 2 viteve. Domethënë, dakordësia vetëm është momentumi se kur do të ndodhë ajo, kurse në përgjithësi ka një dakordësi që të shfuqizohet qeveria teknike. Ndoshta opozita këtu mund të kërkojnë ndonjë kusht tjetër. E mundër është, sidomos to, siç e përmend edhe më herët, vite të tëra zvarritet në ndryshimet në kodin zgjedhor, edhe ndoshta ndryshimet eventuale në kodin zgjedhor mund edhe ta zbusin edhe opozitën që të pranojë edhe të hiqet qeveria teknike, kurse me ndryshimet që pritet të ndodhin të garantojmë edhe më shumë zgjedhje ferë të lira dhe demokratike. Në kodin zgjedhor një zonë vetme shkon në interes të shqiptarëve? Kisha në varësi se si realizohet ajo. Tash në rast se e analizojmë momentalisht si është situata, mund të paraqiten edhe probleme që të mos shkojë në favor të shqiptarëve, për arsye se disa cikle zgjedhore. Ku shkod zgjedhor do interesonte më shumë shqiptarëve? Si do ishte modaliteti, kodi? Isha duke sqaruar se pse për momentin ndoshta nuk na konvenon një njësi zgjedhore për arsye të daljes së ulët në zgjedhjet të shqiptarëve, kisha thënë edhe për shkak të emigrimit të madh që kanë pasur shqiptarët drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye duhet jemi të kujdesshëm që të prodhojmë një model zgjedhor i cili do ta përfaqësojë gjendjen reale edhe të etnive brenda shtetit tonë. Dhe në këtë moment nuk ma merr mendja se një njësi zgjedhore do të ishte zgjidhja e duhur, përveç se nëse nuk vendoset ndonjë garancë e vendeve të siguruara të deputetëve për partitë politike shqiptare. Mirë po, ende është në diskutim se cili do të jetë modeli, nuk është marrë ndonjë vendim konkret. Ajo që e deklaroi kryetari Bilal Kasami pas takimit të liderëve, tha që e ka propozuar në tryezë që të gjendet një modalitet që edhe diaspora të mund të shprehë vullnetin e tyre politik, domethënë të lehtësohet mënyra e votimit të diasporës për zgjedhjet tashme parlamentare. Dhe ne jemi shumë të interesuar që diaspora të gjejmë një model në të cilin diaspora shumë më lehtë do ta shprehin vullnetin e tyre politik. Por modelin zgjedhor ende nuk kemi një qëndrim të prerë si vlen, mendoj se duhet bëhen analiza më të detajuara, më të thella që të prodhojmë një model zgjedhor i cili në mënyrë reale do ta përfaqësojë edhe realitetin etnik brenda vendit tonë. Tash edhe modeli zgjedhor me 6 njësi nuk është se është i keq. Ajo që është me rëndësi edhe për të cilën kanë dakordësi të gjithë partitë politike shqiptare është që të jenë listat e hapura, me të cilat mendojmë se do ta ngrisin nivelin demokratik zgjedhor edhe gjithsesi se do të rritet edhe niveli i përfaqësimit në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Për atë se a do të jetë me 1, me 6 apo me 3, mendoj se do duhen analiza më të detajuara për të qenë për të dhënë një zgjidhje sa më të mirë të mundshme. Edhe diçka të fundit kam se qeveria teknike po shkon drejt shkrirjes sipas gjitha gjasave, po vleni ato shkrirjet apo jo në një parti vetme? Për momentin nuk është se vleni nuk është duke funksionuar si një parti e vetme, ne vetëm se kemi disa organe të përbashkëta, kemi kryesi qendrore të përbashkët, kemi komision kadrovik të përbashkët, kemi media qendër të përbashkët dhe po punojmë
në drejtimin që të krijojmë edhe një subjekt të vetëm politik, do me thonë 4 subjekte të fuzionohen në një subjekt të vetëm. Mendoj se kjo nuk është fare një operacion i lehtë, të shkrish 4 subjekte në një, është mjaft komplekse, dhe pikërisht për këtë arsye nuk po ngutemi në lidhje me hapat që po i ndërmarrim, po jemi të kujdesshëm që edhe kur të vjen në situata që të bëhet një subjekt të mos shkaktoj pakënaqësi. Është duke u zhvilluar kjo procedurë, janë në diskutim disa modele se si duhet të duket vleni si një parti politike, por ende nuk kemi një vendim të prerë dhe siç e përmenda më herët, po mundohemi të tregojmë sa më të kujdesshëm në këtë procedurë. Zoti Sulejmani, falenderoj shumë për bisedën. Ju falenderit edhe juve për mundësinë. Përshëndetje. Faleminderit shumë.